Moti i keq ditëve të fundit ka sjellë përmbytje të mëdha në disa qarqe të vendit, duke detyruar autoritetet të ndërhyjnë për të parandaluar rreziqe për jetën e qytetarëve dhe dëme më të mëdha materiale. Në Sovjan, qarku i Korçës, janë evakuuar 15 familje, ndërsa Lumej, Devo dhe Dunavec kanë dalë nga shtrati duke rrezikuar fshatra dhe banesa. Në Maliq, uji ka mbuluar të gjitha të mbjellat, ndërsa prurjet maksimale të lumit Devol kanë detyruar hapjen e portës së parë të emergjencës së hidrocentralit të Moglicës. Afërsisht 500 abonentët në zonat rurale mbeten pa energji elektrike, duke vështirësuar edhe më tej situatën e përditshme të banorëve. Në qarkun e Beratit, 2 fshatra përballen me përmbytje të banesave, ku uji ka arritur deri në 1 metër. Dalja e lumit Seman nga shtrati ka dëmtuar serat dhe prodhimin bujqësor, duke rritur shqetësimin e fermerëve. Në Lezhë, pavarësisht shëmbylljes së argjinaturave së Kune Vajinit, 10 shtëpi dhe 100 hektar tokë bujqësore mbeten të mbuluara nga uji. Përmbytjet kanë prekur edhe objektet kulturore, si kisha e Barbullojës, duke dëmtuar rënd infrastrukturën lokale. Në Shkodër, prurjet e porojit të thatë në njësinë administrative Qafmali po krijojnë rrezik për disa zona, ku shembjet e urave dhe rrëshqitjet e dheut mbajnë disa rrugë të bllokuara. Situata mbeti delikate përgjatë shtratit të Vjosës, ku niveli i ujit vijon të qarkullojë mes 7.8 dhe 8.3 metrash, duke mbajtur në alarm strukturat e emergjencës civile. Ekipet janë në gatishmëri të plotë, sidomos pranë urës së Mifolit, një nga segmentet më të rrezikuara sa herë që lumi fryhet nga rreshjet intensive. Deri tani, përmbytjet nuk kanë kaluar në fazën e rrezikut të lartë, por monitorimi dhe ndërhyrjet e shpejta vijojnë pa ndërprerje. Në qarkun Kukës, rreshjet kanë vazhduar me intensitet të ulët deri mesatar, edhe pse janë shënuar rrëshqitje dherash në disa zona, akset kryesore rrugore raportohen funksionale. Nuk ka sinjalizime për situata kritike në bashkinë Kukës, Haz dhe Tropoj, ndërsa disa fshatra kanë pësuar ndërprerjet e energjisë elektrike për shkak të defekteve në rrjet. Niveli i lumit Drin mbetet nën kuotën e rrezikut fal funksionimit të rregullt të hidrovoreve. Të gjitha strukturat e emergjencës civile janë aktive në terren për evidentimin e problematikave dhe ndërhyrjen e menjëhershme në çdo rast, ndërsa qytetarët apelojnë të respektojnë udhëzimet dhe të shmangin lëvizjet në zonat e rrezikuara.